Fondi Monetar Ndërkombëtar ka një traditë të tillë ku shumë shtete i ledhaton duke ju premtuar rritje ekonomike. Një fat të tillë e ka pasur edhe Greqia duke i prezantuar dhe duke promovuar si vend i cili do të ketë rritje të më të mëdha ekonomike, rritje ekonomike të cilat më në fund e kolapsuan Greqinë dhe ju e dini fare mirë çfarë probleme financiare dhe ekzistenciale ka pasur shteti i Greqisë. Në këtë drejtim Kosovës nuk i duhet një fat i njëjtë sikur i Greqisë. Nëse ke mungesë stabilitet politik, je në masa dhe në sanksionet Bashkimit Evropian, ki rramje të eksporteve, ki rritje të importeve, ki ikje të qytetarëve që nga liberalizimi janë ikë më tepër se 170.000 qytetarë dhe ke zero investime nga jashtë, atë lind pyetja çka e bazon këtë rritje ekonomike në këtë mënyrë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Qëllimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe hulumtimi për Kosovën e bazon apo e kufizon vetëm në dy shtylla. Shtylla e parë është stabiliteti bankar dhe e dyta stabiliteti makrofiskal. Mirë, nuk matet rritja ekonomike dhe qëndrueshmëria dhe zhvillimi, por edhe perspektiva ekonomike e një shteti nëse monitoron vetëm këta dy indikator dhe nuk analizohet në mënyrë me horizontale shtrirja ekonomike e Kosovës. Neve na duhen investime të huaja, ato nuk i kemi, neve na duhen vende të reja të punës, ato nuk i kemi, neve na duhet partneritet me shtetet evropiane, në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne ato nuk i kemi. Nuk i bëhet nder Kosovës nëse analizat ekonomike Fondi Monetar Ndërkombëtar ka të orientuara vetëm në dy indikator, në stabilitetin bankar dhe në stabilitetin makrofinancial, dhe në këtë drejtim duhet ta ketë parasysh do thotë Fondi Monetar Ndërkombëtar mungesën e transparencës në prokurim, dhënien e tenderëve një burimor që i kanë thyer rekordet nga vitet e kaluara, prandaj vërtet duhet të ketë substancë, duhet të ketë analizë më gjithëpërfshirëse dhe jo vetëm të mendohet në kvotizim. Duhet kuptohet që Fondi Monetar Ndërkombëtar jeton nga antarësia e shteteve dhe sot buxheti i Fondit Monetar Ndërkombëtar është me miliarda dollar. Prandaj vërtet Kosova e meriton një kritik substanciale që ajo kritik të jetë në të mësuarit ka dhe si duhet të jetë orientuar ekonomia e Kosovës drejt zhvillimit dhe drejt ardhmërisë.